Janë 3 muajt më të nxehtë të vitit, jo vetëm falë temperaturave të larta, por edhe prodhimeve diskografike. Protagonistët e kësaj fushë, përveç se sollën muzikë, na sollën edhe skandale. E kush na befasoi gjatë kësaj vere, e ndjeki materialin e fundit për këtë mbrëmje. Emrat e rinj janë gjithmonë surpriza muajve të ngrohtë, por edhe duetet janë një formulë suksesi. Këtë vit, si asnjë sezon më parë, vëmendja dhe syri publikut u ndalua tek artistët e rinj. Vera si paraprin 2 duete të cilat nuk kaluan në heshtje, për më tepër ato u shndruan në refrenet të sezonit. Kida e cila debutimin e bëri me 2 janar në edicionin festiv të Prives, shpërtheu në bashkëpunimin e saj me MC Kreshen. Rolli Turata Dorës me Angzerken ishte kombinimi suksesshëm për këtë sezon. Kjo këngë arriti të grumbullojë mbi 4 milion klikime. E më shumë klikime mblodhi MMV nga Tuna e Ghetto Gjizi, si dueti më i suksesshëm i kësaj vere, duke qenë çdo ditë krye titull e duke u përfolur në shumë gazeta e revista. I Got Your Back ishte një ndër projektet më të përfolura të verës dhe një ndër këngët që arriti të jetë e para në shumë lista muzikore, e gjithashtu edhe pjesë e medjave roz. Era i strefi, përpos që u dëgjua, edhe u komentua jashtëzakonisht shumë për klipin e Dehon. Por lajm bëri reagimi i kishës së rashkës së prizrenit të kishës ortodokse dhe katedrales Nëna Terezë, ku ishte xhiruar klipi, madje u kërkua edhe rieditimi i spotit e Dehon. Kjo ngjarje mori vëmendjen edhe të medjave serbe, të cilët shënjestruan Era i strefin. Senzacioni i verës ishte edhe kënga Puthe nga Elvana Gjata, e cila u bë melodi edhe shumë fushatave të marketingut. Ndërsa me Drita gjatë gjithë verës bëri Flori Mumajesi, i cili ofroi spektakël dritash në çdo koncert të tij. Mirë po, ajo që mori vëmendjen e të gjithëve ishte një emër i ri. Enca Agjia, akoma pa publikuar këngën Apo të pëlqen, ishte refren i rrjeteve sociale. Një video trailer i këngës bëri xhiron e shumë faqeve, jo vetëm shqiptare. Kjo këngë arriti të jetë e parë në Shazam Chart të Arabi Saudite, nga ku burojnë edhe fanët të shumë të këngëtarëve të cilët i kanë shtuar numrin e ndjekësve edhe në rrjetet sociale. Ne prisnim që kënga të pëlqejë edhe të shndërrohen në hit, megjithatë pritshmëritë tona definitivisht u tejkaluan, sepse nuk e prisnim që kjo këngë të kalonte në rang ndërkombëtar. Kjo është kënga më e klikuar e kësaj vere, me mbi 4.500.000 klikime, dhe shumë shpejt do të pasohet edhe me versionin anglisht. Por pas prodhimeve muzikore, këngëtarët këtë vit u përfolën edhe për zhveshjen e spotet e tyre. Durata Ametaj ishte ajo që në muajt e parë të verës u shfaq pothuajse topless, por nuk ishte e fundit për këtë sezon. Nora u shfaqet tëra e zhveshur, e cila përpos titujve të medjave shqiptare u bë lajm edhe në Serbi. Dalfina Zeqiri nuk zgjodhi klip për të shfaqur e zhveshur. Ajo realizoi një fotosesion nudo. Me të publikuar fotografit, filloi edhe zhurma në portalet tona, se kush ishte e para që doli e tillë. Nuk ja pa reaguar as Vildane Zeneli, e cila në këtë dimension është mjaft e pranishme, sa që ajo ishte e para që u zhvesh. Po keq, pa këto foto nuk ja la as Bleona Qerreti. Kthimi i saj në vendet shqiptare u pasua me një zhurmë të madhe mediatike. Nuk la media pa intervistuar e për të marrë përgjigje nga Bleona. Vend zuri ndarja e saj me Ganion, por edhe disa mesazhe që kinë se Bleona ka shkëmbyer me ministrin e brendit të Shqipërisë, Sajmir Tahiri. Këtë ditë u përfol edhe për vjedhjen e pasaportës së këngëtarës, por që qeveria shqiptare u kujdes që brenda pak orësh ta pajisë Bleonën me dokumentin e udhëtimit. Martesa më e diskutuar këtë vit me syjet ishte ajo e Nora i strefit me Robert Berishën, me 350 të ftuar, mes të cilëve shumë fytyra publike. Dy fishin e të ftuarve në dasëm e kishte ministri i Shqipërisë Erion Veliaj, i cili u përfol për martesën e tij. Në syra vlera e dasmës. U tha se ajo kushtoi hiç më pak të 300.000 euro. Përpos këngëve e dasmave, estrada shqiptare u bashkua trendin ndërkombëtar për t'i dalë ndihmës të sëmurëve me ALS.